Ta bëjmë një krahasim për me kuptuar rolin e njerit besimtar. E keni po jeta nëse marrim një kafsh. Kafsha jeton në rreth shumë të ngushtë. Cila është jeta e kafshës? Prej stalle në kullot, prej kullotën në stall. Që kjo është rrethi i ngushtë i kafshës. Sepse kafsha nuk është kriju për në qëllim me udhëheq tokën, por u kriju me shërby njerit. Edhe është e nënshtruar ndaj njerit. Dhe kafsha han pin në mënyrë instiktive, kaq. Pak a shumë, këso jetët kafshës i përngjan edhe fëmiu i posalindon. Fëmiu kur lind, e rrethi i ekzistencës tij apo i veprimit njerit është shumë i ngushtë. Si bebe po flas, si fëmijë. Posalindon. Lëshmeria e tij mas pari është lidhet me nonën e vet, respektivisht me gjirin e nonës së saj, apo ti. Dikur me kalimin e kohës fillon me zgjenu rrethin. Pastaj një edhe tatin, babën. Pastaj fillon me njoft edhe motrat edhe vëllezërit dhe fillon ka paka edhe atë sheshin e lojrave. Vazhdimisht tu rrit fëmia, zgjenohet rrethi i veprimit, rrethi i ekzistencës tij. Kështu derisa arrin fëmia moshën e pjekurisë. Arrin moshën e pjekurisë, në këtë periudhë e një edhe botën e dukshme që shihet, po me mendjen e tij ç'nosh që i ka dhënë Zoti, tash fillon me njoft që ka dhe një botë tjetër që është e paprekshme, kuptimin, apo ndryshe e padukshme. Kështu është besimi tek Allahu. Dhe besimin në botën e padukshme. Besimin në Allahun dhe besimin në botën e përtejme në ahiret e ngrit njeriu prej qenit shtazarak në njeri. Sepse ai ja zgjenon botën, ja zgjenon fushën e veprimit, fushën e besimit. Pra njeriu nuk mendet thjesht një fëmijë, apo thjesht me hangër dhe me pi, por njeriu kalon nëpërmjet besimit të tij fazën e fëmijërisë, në fazën e pjekurisë, në fakt pra besimi në Allahun e ngrej logjikën e njeriu që përveç kësaj çka është e dukshme, me besu në diçka që është e padukshme, pra prej asaj që njihet si bota e dëshmuar në botën e të fshehtës. Besimtari i tillë jeton në shpirt i çliruar në zemër po ashtu, sepse ai e din që ka një jetesë, ka edhe një botë tjetër përtej kësaj bote. Këtë kontekst, besimin Allahun xhaleshanuhu e bën besimtarin që me kuptu gjanat më ndryshe, me kuptu lidhjen e tij që ka me ekzistencën, prandaj besimtari i tillë ka qasje edhe me tokën, ka qasje edhe me qijet, ka qasje edhe me natyrën, ka qasje edhe me kozmosin, beson edhe jetën pas vdekje, beson edhe në xhenetin edhe në xhehenemin, beson pra në gjithçka që ka ardhur prej Zotit dhe pejgamberit Allahu xhaleshanu. Pra lidhshmëria e besimtarit me ekzistencën është jashtëzakonisht e madhe. Pa shkurt, kjo lloj qasje që e ka besimtari, atë e lidh pra besimtarin e lidh me ekzistencën dhe e lidh me Zotin e ekzistencës që është edhe më e rëndësishme. Për besimtarin nuk ka mure të cilat e pengojnë për me po tutje, sepse është drita e besimit, e cila në kuadër të saj i eliminon këtu mure cilat pa këtë dritë nuk ka mundësi për të tyre më po. Pra shpirti besimtarit është i tillë, sepse jeton me dritën e cila ja ndryshon rrugën dhe e bën me po gjithçka për rreth vetes. Syri nuk ka vlerë po të mos kishte dritë. Sado që syri jon ka vlerë rëndësi, me ka term njëri s'she. Po nëpërmjet dritës, qoftë një qiri i vogël, njeriu edhe sheh për rreth. Kur e morëm atë llampën dhe e ngritëm fitilin, të ngrit nivelin e dritës, të shtu vallët, njeriu sheh më shumë, mas pari sheh për rreth, po e sheh edhe veten e vet. Po të mos kishte dritë, atëherë syt nuk do të kishin vlerë.
Sepse njeriu nuk do të kishte mundësi me pa edhe kanë, me pa edhe veten e tij. E le mos flasim për të tjerë. Feja, besimi prej Zotit, udhëzimi i Zotit është qiriu. Sa më shumë dritë, aq më shumë njeriu sheh përreth. Sa më shumë që lëshon dritë ky qiri, që është udhëzimi i Zotit, njeriu sheh edhe përreth, e sheh edhe veten e tij, edhe sheh atë çka e rrethon. Sa më e madhe drita, aq më shumë njeriu do të ketë mundësi me pas qasje.